Shqipëria, shqiptarëve, drejtë. Pas ditën e së jetës është zhvilluar në Shkodër një protestë në mbështetje të revoltës së Tiranës të njohur si Revolucioni Flamingo. Grumbullimi i protestuesve u bë tek truma dugajve të reja dhe ka vijuar përgjatë pedonales së Pjacës, ku protestuesit hidhin parulla Rama në burg, Berisha në burg, si dhe kërkonin ndërheqjen e kryeministit. Protestuesit janë dalur në sheshin parabashkisë Shkodër, ku kanë marrë fjalën oratorë të ndryshëm, duke hedhur parulla të njohura kundër klasës aktuale politike. Institucionet shtetërore duket sikur janë inekzistente. Mund të bësh një kërkesë sot për të marrë një informacion, për të kërkuar një hall, për të zgjidhur një problem, por ato ta tjetërsojnë muhabetin, ta zgjasin domethënë në procedurën administrative dhe nuk të japin zgjidhje. Edi Rama me poshtërsi, në parlament ka bën një ligj të zi, me ja marrë token shqiptarit e me ja lanë Zuzarit. Sot shqiptari po vërtet, po buqet, me ja marrë token Zuzarit e me ja kthy shqiptarit. Të ishte kanë plot ky shesh me njerëz. Por gjithë secili ka një familjar në punë dikun. Ka një familjar të lillur dikun me këtë shtet hajdut, me këtë shtet korruptum. Për këtë arsye, ata nuk dalin këtu. Nuk kanë qef për me u pa fytyra si u shqipet sharri, edhe ja hegun edhe bukën e gojës. A ka shat sot, e cila është jashtëzakonisht e vështirë për gjithë secilin për nesh. Kjo ishte protesta e katërt në Shkodër, ndërsa fundit ishte kur Partia Socialiste festonte 35 vjetorin e krijimit në Kalan Rozafa.